Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, edhe sonte bashkë do të kemi një personazh shumë të veçantë, e cila kontributin më të madh të saj e ka dhënë në fushën e shëndetësisë. Por si është ajo në hapjen e kartave të jetës së saj, do të flet vetë ajo me mua dhe me ju është Saranda Gashi, arkeologe. Përshëndetje e dashur, mirë se erdhe. Elvana, faleminderit shumë për ftesën. Po ndihem shumë mirë këtu në vendin e juaj. Shumë kënaqësi me të pas në këtë emision, është hera e parë dhe me sa kam dëgjuar është edhe hera e parë që bën një intervistë të tillë ku shumë pacient të tu, që të duan jashtëzakonisht shumë, do të njohin për te i profesionit tënd dhe për te i kontributit që ti e ke dhënë në fushën e shëndetësisë. Është shumë në interes të gjithëve të nënë që të na dëgjojnë sot, dhe është hera e parë në një ambient të tillë në podcast dhe në praninë tënde aq më mirë. Shumë kënaqësi dhe faleminderit shumë që ke nda kohën këtë të shtunë me qenë bashkë me ne dhe me dëgjuesit e Radio Kosovës. Përndryshe është emisioni i fundit për vitin 2025 dhe unë po shpresoj që ky vit që e lëm pas ka lënë përshtypje të mira, natyrisht dhe ndjesi të mirë, duke uruar që 2026 ta kesh edhe më të mirë se kaq. 2025 sa po e dëgjoni një lajm tjetër, ka qenë një slogan që është përsëritur gjithmonë te njerëzit, ka qenë pak i lodhshëm, por përpjekjet tona nuk ndalojnë këtu. Domethënë fusha mjekësisë gjithmonë ka updates dhe jemi përkrah tyre gjithmonë. Dhe shpresojmë që 2026 do të jetë pak më i stabilizuar, më i relaksuar se sa përpjekjet e 2025-s, por gjithsesi çfarë do korrim do mbjellim. Natyrisht. E dashur, sonte bashkë do të flasim për 3 perspektiva të jetës tënde, nga e kaluara deri tek ajo e ardhmja dhe dëshirat tua për të ardhmen natyrisht. Para se të vim tek hapja e kartave, dëshiroj të të rikthej në retrospektiv, si ka qenë doktoresha Saranda kur ka qenë fëmijë, çka kujton nga ajo periudhë? Jemi dhe akoma një familje e madhe. Kam qenë një fëmijë i qetë, fëmija i tretë me radhë, jemi 6 fëmijë, nga 2 prindër të shkëlqyshëm, të cilët kanë vepruar dhe kanë ndikuar në ndërtimin e karakterit dhe personalitetit tim. Babai nuk jeton më, e kemi idealizuar shumë figurën e tij dhe ai ka ka ndikuar shumë në ndërtimin e karaktereve tona të secilit prej nesh. Ka ndërtuar parimet tona në bazë cilëve dhe ne jetojmë tani më dhe nuk shkëputemi nga parimet tona jetësore, të mos shkëputemi nga ideologjitë tona dhe gjithmonë jemi rritur në një frymë edukative që në vitet e 80-ta ka qenë e vetmja formë e luftës sonë kundër regjimit serb. Shumë familje tjera ne kemi vuajtur po ashtu si familje nga regjimi serb. Babai ka qenë i burgosur politik, ka qenë në lëvizjet e para çlimtare të Kosovës dhe ne si familje ne penalizuar shumë. Penalizimit e kena pasur në pastisi, në marrë babait në burg dhe më vonë kemi kuptuar se si ka mundur ta përballoj gjithë atë presion dhe gjithë atë përbuzje që na bën regjimi serb. Prandaj është shumë të arsyeshme se disa familje në Kosovë ende nuk janë të liruar nga kjo urrëtie apo si ta them ndryshe, nga përbuzjet që na kanë bërë regjimi serb në vitet të tëra. Pastaj shkollimet, domethënë vazhdojmë në Prizren, vazhduan në Prizren shkollën e mesme, në fakultetin e mjekësisë në Prishtinë dhe nuk jam kthyer më në Prizren mbas fakultetit. Këtu kam krijuar familjen dhe jap përkushtimin tim për çdo ditë në Prishtinë. E jashtëzakonshme kjo, por më intereson pak të ndalemi tek familja ende. Pse pikërisht zgjodhët të studionit mjekësinë, çka ju shtyri, apo ka qenë ëndra jote e familjes kjo? Po, ka qenë një ndër ëndrat e mia familjarore. Fillimisht kam mësuar në shkollën e mesme të mjekësisë. Kam kryer shkollën e mesme të mjekësisë duke filluar hapat e parë të bëhem një punëtor shëndetësor. Dhe pastaj, domethënë, sukseset e mia nuk kanë munguar në shkollën e mesme. Gjithmonë e kam pasur në përgjegjësinë time të paraqitemi ne si klasë mirë, jo vetëm vetë mirë, si grup, si klasë, para çdo pyetje të profesorit ose të arsimtarit, jo vetëm të paraqitem personalisht, por tërë ekipit të jetë mirë. Dhe kjo ka qenë një ndër
ndër cilësitë apo një ndër tiparet e mia që akoma mua më karakterizojnë, që të jemi në mënyrë grupore që të paraqitemi mirë. Domethënë familja ime ka qenë e qetë, me shumë peripeti në vitet e 90-ta, pastaj në vitet e fillores, domethënë si çdo familje tjetër, domethënë është një fillimet e para të shkollës janë të vështira. Të vështira kanë qenë. Çka kujton prej sfidave, Saranda? Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha për një tri në atë kohë? Prizreni është një vend i minoriteteve dhe i bashkëjetesës. Në kohën kur ne kemi pasur lëvizjet e babait në celulet e para të lëvizjes çlirimtare të Kosovës, ne nuk kemi pas qetësi në familje. Punonte vetëm mami, pas burgut babi ishte i papunësuar sepse ka qenë një përshkrim i papërshtatshëm për punë, ka dhënë mësim, gjeografi dhe histori, dhe domethënë në secilën peripeti të tij kemi qenë edhe familja jonë vuajtje e asaj pjese, kështu që ato nuk harrohen lehtë. Ndonjëherë shpeshherë edhe i flasim kur bashkohemi vëllezërit e motrat, domethënë është një traumë që e kujtojmë, kanë kaluar shumë vite, por e kujtojmë. E kujtojmë sa fort ka qenë prindi, dhe domethënë supozoj se nuk shohim më të tillë në ditët e sotme. Gjithmonë jemi rritur në frymën e ashpër, po e them thojsa për edukimin dhe shkollimin, që e vetmja rrugë është kjo që mund ta thejmë edhe armikun. Natyrisht. Si është Saranda si karakter për te i profesionit si doktoresh? Në karakterin tim po e potencoj sërish shumë kanë investuar prindrit e mi. Jam një karakter i pathyeshëm, jam në shumë momente edhe e butë. Domethënë momentin kur jam bërë nën dhe kam 2 vajza, domethënë kam mësuar edhe një pjesë shumë të butë dhe shumë të ëmbël të nënës, kur gjendet përballë fëmijët. Është një karakter tjetër, por në punë dhe në përditshmëri përpiqem shumë. E di që përpjekja nuk është e kotë, e di që në fund ka triumf gjithmonë dhe një dritë në fund tunelit. Jam dëgjuese e mirë, domethënë e dëgjoj dikush kur ka një problem dhe aq më shumë një problem shëndetësor, mundohem ta zgjidh, ta suportoj, domethënë suporti që këtë cilësi mundohem t'ia fal edhe vajzave të mia, që domethënë ti je një person ose një target person i një problemeve të dikujt tjetër. Domethënë unë kështu jam dhe secili prej nesh këtu ka një mision e jetë. Natyrisht. Edhe unë e përfaqësoj këtë person që mund të bëj zgjidhje për dikë tjetër. Ka momente kur Saranda është më temperamente? Po, e kam. Cilat raste? Unë reagoj ndaj padrejtësive. Ndaj padrejtësive që mund të drejtohen ndaj meje, po dhe padrejtësive të tjera gjithëpërfshirë, se po themi edhe shtetërore madje, mund të reagoj edhe në shoqëri, ndaj padrejtësive ndaj dikujt tjetër. Domethënë jam temperamentin aty e shoh, edhe të tjerët ma shohin mua atëherë. Domethënë ndoshta edhe befasohen ndonjë reagim ndaj padrejtësive. Natyrisht, mendoj që këtë lloj të karakterit do duhet ta kishte secili prej nesh që të reagojmë kundrejt padrejtësive, pavarësisht se përballë kujt jemi. Po, meqense se vjen nga një vend jo metropol si është Prishtina, ne domethënë jo detyrimisht jemi përballur ndoshta edhe me çështje, si me thënë, paparazi gjinore, po themi, dhe ndërkohë që prindrit na kanë mësuar që të kemi parazi gjinore gjithmonë dhe ta kërkojmë atë parazi gjithmonë. Dhe kjo ndoshta më bën më të reflektoj krahas edhe përballë çdo debati ose çdo bisedë tjetër që ta ngrej zërin e femrës sa më shumë. Natyrisht dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, sidomos kur vetë
jemi femra dhe kuptojmë më së miri këtë gjeni. Mirë, Saranda, ka që 100 minuta dhe kësaj pjesës së parë. Për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në Radio Kosova, ne nisim këtë emision me një pikë muzikore, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga valët tona, sepse pas pak doktoresha Saranda do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj. Të gjithë ju që jeni pacientë të saj dhe e di që janë të shumtë në numër dhe e duan jashtëzakonisht shumë, tani do të keni mundësinë ta njihni përmes kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Ne rikthehemi vetëm pas pak. Miq të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala e sonte përballë kam një doktorish shumë të veçantë që është Saranda Gashi, e cila tani do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. E dashur e gati. Po, Zgjidheni një kartë nga e kaluara në fillim, në mes, në fund, ku të duash. Hajde Saranda, do në Interesante. mesin e art, ma jep mua. po. A e ka provokuar ndonjëherë zemrimin tuaj ndonjë sjellje apo ndjenjë në lidhje me atë që keni diskutuar dhe kur? Për ta thjeshtësuar në të kaluarën tënde, a ka pasur ndonjëherë ndonjë rast apo ndonjë sjellje e dikujt që e ka provokuar zemrimin tuaj, edhe kur? Po, më kujtohet një rast, dua të potencoj 2. Hajde. Një në fëmijërinë time, në shkollën fillore, ka qenë një arsimtar minoritet, ashkali, dhe gjatë shpjegimit ose gjatë ligjëratës së tij, në ofendoj gjithve. Në më thonë patëm një ofendim direkt, gjithë nxënësit e klasës. Dhe unë nuk më kujtohet, ndoshta edhe nuk i kam marrë leje fare. E kam protestu, kam reagu në emër të klasës, isha dhe kryetare e klasës, kam shku në drejtori direkt, pa lejen e tij, dhe i tregova, i referova gjithë rastin si ka qenë që na ofendoi gjithë klasës. Ne atëherë ndoshta edhe kena përjetu, ndoshta edhe do një flakëresh nga arsimtari, jo unë personalisht, por kam parë, po ato ofendime unë diçka nuk mund as t'i duroj Ti përbish. fare. Lajmërova drejtorinë, erdhi arsimtari, e morën në komision disiplinor dhe ajo na shërbeu jo vetëm neve, por gjithë gjeneratës, që ai nuk përdori më asnjëherë të tillë sjellje ndaj fëmijëve të vegjël. Rasti i dytë, po e lidh me një rast tjetër tani viteve të fundit. Udhëzimet administrative dhe ligjet ka nevojë shumë për renovime dhe për plotësime. Udhëzimet ndoshta penalizojnë një strukturë dhe një person ose një grup personash Në kategori të caktuar, po. padrejtësisht. Një kategori të caktuar, tani është rregulluar me ka 3-4 muaj, por që deri tani alergologët nuk kanë patur të drejtë të punojnë në spitale private. Pse? Për çfarë arsye? Nuk ka, ata kanë patur të drejtë të punojnë vetëm në për ambulanca specialistike, poliklinika, dhe nësë për spitale private jo. Dhe impenimi im 17 vjeçar në spitalin amerikan më ka penalizuar pikërisht ky udhëzim administrativ, i cili është rregulluar së fundmi. Kam zhvilluar profesionin tim jashtë spitalit amerikan, ndërkohë që jam pjesë e menaxhmentit tash 17 vite. Wow. Dhe përkundër përpjekjeve I bie që tona. pjesë e menaxhmentit ke të drejtë të jesh, po jo si staf mjekësor. Po. Wow. Domethënë, alergologët nuk kanë të drejtë të punojnë në spitale private deri së voni pak muaj. Cili ka qenë kontributi në këtë rregullim të këtij ligji, do të thoja? Kam përshtypjen që Po, keni reaguar. kemi bërë përpjekjet tona, edhe unë personalisht dhe në formë grupore, kemi bërë shkresa, takime, emaila, arsyetime, dhe thjesht ndoshta dhe ka qenë disponimi i Ministrisë së Shëndetësisë që ta renovoj këtë udhëzim, dhe tani unë kam Të drejtën e plot. të drejtën e plot të punoj si alergologe pranë spitalit amerikan, aty dhe ku kam dhënë potencialin tim sot e çdo ditë. E jashtëzakonshme, shumë e bukur kur me pak mund, do të thoja, edhe me pak mbështetje grupore, siç po thoni, mund të bëni një ndryshim shumë të madh për një grup shumë të madh të caktuar të doktorëve siç janë alergologët.
Po, ky udhëzimi shërben gjithëve tani dhe nuk kanë ndonjë penalizim apo një ndalesë. Domethënë puna nuk ndalohet për alergologën në spitale private. Shumë e bukur kjo. Çka thotë tashmja në këtë pikë? Zgjidheni një kartë. Po e kuptojmë dal nga dal që Saranda ka dhënë kontribute të veçanta edhe jashtë fushës së saj, jashtë fushës së shëndetësisë. E dashur, nga cili gabim keni mësuar më shumë në jetën tënde? Ka pasur gabime të veta të Saranda ose të tjerëve, nga të cilat ka mësuar më shumë në jetën e saj? Gabim jetësor nuk mund ta quaj ndonjë gabim jetësor, kështu që ta potencoj tani në emision. Gabime ditore ose gabime të vogla që mëson njeriu çdo ditë, po, për ta përgjithësuar një gabim që ndoshta nuk duhet ta respektojmë dikë aq shumë sa nuk e meriton. Domethënë ta bëjmë respektin ndoshta Aq sa ta jep. Aq sa ta jep. Domethënë kjo është ajo, një formulë që unë kam mësuar gjatë viteve, që ndoshta e teproj me respektin, e teproj me mirësjelljen dhe nuk marrim një feedback të tillë nga dikush që nuk e ka për natyrë ose nuk e ka për natyrë jete, natyrë sjellje. Kjo është ajo që kam mësuar nga gabimet e mia që kam bërë. Ke një rast të veçantë Sarand që je penduar për respektin e madh që i ke dhënë dikujt? Dhe ndoshta është ky gabimi që të ka mësuar në jetë pastaj se si të sillesh me të tjerët? Këto kanë qenë disa, domethënë gjatë jetës edhe në fëmijëri, ndoshta edhe në gjatë jetës studentore, gjatë jetës punës, kur domethënë nuk është diçka që më kujtohet tani i veçantë, por që këto kanë qenë gjithmonë mbas edhe përditshmëri është sot që dikush nuk mundet edhe nuk e ka për natyrë ta bëjë një feedback siç ti ja ke bërë. Dhe kjo është ajo që mua më ka bërë të ndryshoj ndoshta qasjen ndaj. Këtu dua të dala, ka ndryshuar sot Saranda qasje e karshi personave në përgjithësi, duke qenë më e rezervuar në dhënien e respektit. Domethënë, nëse kam një takim të shkurt, po themi se kjo dallon pakës nga pacientët dhe natyra dhe puna që bëjmë çdo ditë, nga puna menaxheriale, domethënë është një çështje që kam mësuar ta vlerësoj fillimisht personin, pastaj të jap respektin dhe sjelljen time në feedback krahas unë si ta vlerësoj atë, dhe jo të ngutem dhe të bëj kështu llogari para prake. Natyrisht. Po më ka mësuar jeta të bëj një vlerësim paraprak. Tani. Mirë, kjo po besoj që do të shërbej edhe në të ardhmen. Natyrisht për të mos përjetuar as gabime të tjera e as zhgënjime ndoshta, sepse kur nuk marrim atë që e japim për një person, pason pastaj edhe zhgënjimi, dashëm ose jo. Po, zhgënjimin ndoshta unë e proponoj shumë lehtë edhe nuk i jap edhe shumë kohë, edhe vetëm e kthej në faqen tjetër. Edhe ndoshta kjo më ka mësuar pakës edhe më qenë fortë edhe thjesht më mos më dhon shumë kohë edhe hapësirë edhe shumë me mendu gjatë. Me mendu gjatë për atë pjesë. Domethënë thjesht të merresh me diçka tjetër është gjysma e punës. Natyrisht. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Po. Po të lidhen kartat me atë që po flet. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Çfarë lloj ndryshimi dëshironi? Si do të ndiheni kur ta keni arritur atë, cili mendoni se do të jetë mendimi juaj për veten tuaj atëherë? Çfarë lloj ndryshimi e dëshiron Saranda në jetën e saj në një të ardhmen të afërt? Qoftë në aspektin personal, qoftë në atë profesional. E ke menduar ndonjëherë? Po, Elvan, unë jam person ekspresiv, jam person temperament, edhe e butë, por në njëjtën kohë përpiqem shumë në jetë. Dhe unë gjatë jetës sime profesionale kam dhënë potencialin tim në sektorin privat në shëndetësi, në ngritjen e një institucioni shumë serioz në Kosovë që ka bërë kthesë në shëndetësi. Ndërkohë që ndoshta peng më mbet pakës që kam pasur potencial
edhe në diçka tjetër në ngritjen e zërit të femrës në Kosovë. Ndoshta shpesh herë kur të shoh ndonjë kryesuese ndonjë shoqatës grave në televizion, them komut edhe unë komut me qenë në vendin e saj, ose diçka të ngjashme. Domethënë potencialin tim kam pas mundësi me shpreh edhe në kontributin tim shtetëror, jo vetëm në privat. Domethënë por nuk kam qenë e ftuar ndonjëherë, nuk kam qenë e konsultuar ndonjëherë, edhe pse mendoj që do të kisha pas mundësi të konsolidohem me grupin dhe të bëj një zë të fuqishëm aty, por që më ka shpenzuar ndoshta shumë puna profesionale, sepse nuk është kollaj me qenë mjeke, Natyrisht. edhe nana 2 fëmijëve, edhe studente e mjekësisë, domethënë ti je për herë e cenzuruar dhe e Për herë në limituar. shërbim të tjetrit. Po, Yep. domethënë gjithmonë fakulteti i mjekësisë nuk pa i shkaluar të tjerët kërkon shumë impenjim. Natyrisht. Pastaj puna si mjeke më ka shpenzuar shumë dhe akoma më merr kohën më të vlefshme të ditës. Natyrisht. Por që gjithmonë e mendoj që kam patur mundësi më shumë të kontribuoj edhe për shtetin. Saran, nuk di pse po më vjen natyrë shumë me të pyet, a e sheh veten ndonjëherë në politikë, sepse fiks po më flet sikur një politikane e ardhshme. E ke menduar ndonjëherë? Meqense se pas ke shumë dëshirë dhe kontributin shtetëror, mendoj që ky është kontributi më direkt për shtetin edhe për qytetarin, duke qenë involvuar në politikë ose në parlamentin e Kosovës. E ke menduar ndonjëherë? Nuk e kam menduar ndonjëherë të jem e kyçur në politikë dhe në parti politike, por që të shërbej në ligjvënien dhe një konsolidimin e ligjeve domethënë ndoshta të jem në prapaskenë, po, kam menduar të jem në prapaskenë, por jo në politikë bërje, kam menduar të jem, por jo në pozicion të caktuar që të jem politik dhe të jem kryesuese e ndonjë spektri, por që thjesht unë dua ta shoh shtetin tim mirë. Ta shoh një strukturë përmirësume, ta shoh një rrugë më mirë, ta shoh një fytyrë qeshur më shumë në sheshin tonë. Sot është heshtje zgjedhore, sepse nesër janë zyrtarisht edhe votimet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Do ta shohim se çfarë do të ndodh. Megjithatë, kësaj dëshire të ndryshimit tënd dhe të kontributit në shtetformimin e Kosovës në prapaskenë, siç e tha edhe vet, nuk i dihet sepse me formimin e qeverisë së re mbase edhe mund ta kesh një ftesë të tillë për të dhënë një kontribut në këtë sferë. Do ta pranoje? Gatishmërinë që të jemi kashi nevojave të shtetit na ka dhënë edhe të parët tonë, edhe prindrit tonë. Domethënë unë gatishmëri kam qenë dhe do të jem gjithmonë në një kontribut që ka nevojë dhe të shtetformimit. Domethënë i uroj më të mirën gjithëve dhe fitoft më i miri. Absolutisht, ta shohim edhe të presim nesër se çfarë do të ndodh. Sarand, kaloj raundi i parë i hapjes së kartave, tregom si po ndihesh në këtë pjesë. Elvana, gjithmonë në prezencën tënde ndihem mirë, jam e shtjeruar dhe vazhdojmë tutje. Po dalim nga një perspektivë tek tjetra dhe pyetjet po të bijnë jashtëzakonisht shumë interesante. Megjithatë, bashkë do të kemi edhe 2 raunde të tjera për t'ju hapur dhe ta shohim se ku do të na përplas jeta në këtë aspekt. Të dashur dëgjues, të gjithë ju që jeni duke na dëgjuar në valët Radio Kosovës, rikthehemi sërish muzikës e më pas vim me hapjen e kartave të raundit të dytë të doktoreshës Saranda. Jemi sërish bashkë në valët e Radio Kosovës në emisionin Hynesha, është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të doktoreshës Saranda, gashje e cila po na shpalos shumë çka nga e kaluara, e tashmja dhe perspektiva e saj e së ardhmes. Në raundin e parë kuptuam që dëshira e saj e madhe është të jap një kontribut të veçantë edhe në shtetformimin e Kosovës, në kuptimin e asaj që të jetë pjesë e ndryshimit të ligjeve të ndryshme që kryesisht kanë të bëjnë me fushën e shëndetësisë, natyrisht duke mos lënë anash edhe profesionin e saj jashtëzakonisht të e veçantë që e ka dhe kontributin e përditshëm që e jep në institucione private. Dashur, a i gati për raundin e dytë? Po, patjetër. Zgjedhni një kartë nga e kaluara. Krejt me të mesit po do më shku Saranda. Instinktivisht, Elvana. Zgjedh gjithmonë që të kesh një mes të artë në jetë? Po, në princip ashtu punoj dhe jetoj ashtu. Domethënë kënaqem me ato që kam, e jetoj momentin shumë dhe kjo formulë më ka ecur mirë. A jeni ndier ndonjëherë në faj për të thënë jo dhe kur ishte? A ke thënë ndonjëherë në të kaluarën tënde jo për diçka, për cilën pastaj e ndier në faj?
Nuk më kujtohet ndonjë rast i veçantë, sepse në princip dua të bëj zgjidhje për diçka, por në pamundësitë mia ndoshta mund të kem thënë jo, që mund të jem penduar më pas, apo thu? Më pas. Po. Sigurisht s'ka Nuk diçka më shumë të kujtohet veçantë tek që s'po të kujtohet. Po e vërtet, jo diçka e madhe. Në parim, domethënë, të gjitha bëhen, të gjitha kanë zgjidhje. Në princip jo nuk them. Këtu doja dilja, a thua shpesh jo? Diçka që më penalizon integritetin edhe familjen edhe diçka shumë çmueshme timen, po mund të them jo. Por në Ndryshe në gjëra të thjeshta jo. Në princip në gjëra të thjeshta nuk them jo asnjëherë. Domethënë mund t'i them ta bisedojmë, ta shqyrtojmë, ta mundsojmë, por në princip jo nuk e kam në fjalor shumë shpesh. Mirë. Urojmë që të vazhdosh ta kesh të njëjtën edhe natyrisht t'i gjendesh gjithë secilit që mund të ketë nevojë për ty, natyrisht pa të senuar integritetin, siç e the. Sepse jemi dëshmitar të faktit që në shoqërinë tonë shpeshherë din edhe të keq përdoret gatishmëria 24/7 ndaj dikujt. E folëm në pjesën e parë që dikush nuk di ta kthej respektin me respekt. Po e vërtet është, por mjekët janë shërbim të pacientëve dhe pacientët janë njerëz të nevojë. Dhe asnjëherë nuk them jo. Është ky deformitet profesional ta quaj që të ka mësuar mos me thënë shpesh jo? Po, pikërisht profesioni është ajo sepse në moshën 17 vjeçare, 18-19 me një mas luftës, unë u futa në një organizatë ndërkombëtare, punova me njerëz me aftësi të kufizuara, me raste sociale të prekur gjatë luftës dhe për 2 vite të tëra në regionin e Prizrenit mësova se si jetohet dhe si mund të jetohet më mirë dhe ndoshta ajo ka qenë edhe piknisje e empatisë time të thelluar që kam dhe që ndjej çdo ditë. Dhe prandaj edhe profesioni i mjekësisë, edhe kjo puna ime me ndërkombëtarët më ka bërë që rrallë herë them jo. Është jashtëzakonisht e veçantë kur njerëzit dinë të bëjnë këtë lloj të balancit, se kur duhet të thënë jo e kur duhet të thënë po, dhe po vrej e qartë që ti e ke këtë gjë. Çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjidheni një kartë. Formimi reaktiv është një mekanizëm mbrojtës në të cilin një person sillet saktësisht e kundërta nga ajo që ndihet. Për shembull, kur një person është shumë i pasigurt dhe i friksuar, ajo sillet në mënyrë arrogante dhe provokuese. Kur dhe si e përdorni formimin reaktiv si mekanizëm mbrojtës, jepë një shembull. Siç kam përshtypjen që nuk je person i tillë. Gjithsesi, ka ndodhur ndonjëherë që të sillesh e kundërta e asaj që je për shkak të ndonjë situate të caktuar? Jeta më ka mësuar dhe personaliteti im më thot gjithmonë që të them atë që mendoj dhe të mos e them atë për hatër dikujt. Domethënë ti mundesh me has me njerëz të tillë në një takim, në një mbledhje, në një diçka që duhet ta zgjidhim. Ndoshta kam hasur që të ul tensionet e dikujt tjetër dhe mos të jem unë e tensionuar, të menaxhoj mirë edhe temperamentin tim në një tryezë, po themi. Por se nuk mund të anashkaloj edhe të mos të kujtoj ndoshta edhe takimet e përditshme që mund të kesh edhe gjatë orarëve të punës ose që mund të kesh konfrontime në parim për shkaqe pune, por që unë gjithmonë them që nëse ka 2 persona që mund t'ulen në tavolinë, zgjidhja bëhet. Domethënë nëse vinë në një moment që të pinë kafe 2 persona, domethënë thjesht ta kenë motivin dhe dëshirën të ulen në tavolinë. Dhe ajo është gjysma e punës, unë them. Je histori e kësaj sarand? Je histori e përballjes? Po, domethënë jam histori përballjes. Sepse pak njerëz e kanë. Jam histori përballjes e sqarimeve. Domethënë nuk mundem nëse po themi një çështje shumë të rëndësishme, një keq kuptim të mund ta kemë një koleg, një keq kuptim me një kolege ose një bashkëpunëtor të profesionit, por që nuk mund ta lë në zbehje dhe në të kaluarën ta mbyll derën dhe mos sqarohem. Domethënë, nëse kemi mundësi të themi të gjitha në tavolinë, unë jam shumë histori e asaj. Domethënë,
ti themi dhe ta bindim atë, sepse ti mundesh të mos pajtohesh një pikë edhe me bashkëshortin. Natyrisht. Ti je i martuar dhe mund të mos pajtohesh një pikë, por që mos pajtime mund të kesh edhe çdo ditë gjatë orarit punës, edhe mund të kesh takimet edhe të rastësishme, që mund të mos pajtohesh me një pikë, por që takimet edhe përballja unë jam udhëtare asaj. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, mund të mendoni të lexoni një libër. Cilin libër do të zgjidhni dhe pse? Për ta thjeshtësuar, sa është fanse e librave Saranda dhe cilin libër do të preferoje ta lexosh për gjithë këtë temë ose historinë e jetës tënde që e tregove deri tash? Të them të drejtën, impenjimi i studentonëve në fakultetin e mjekësisë dhe profesioni i mjekës Të të bën lën ti pak duash anash, librat. po, të lën pak anash nga romanet. Mhm. Libra gjithmonë janë pjesë e jona Pa e diskutim. përditshme, Po. kongrese, trajnime, seminaret, por që te librat, po themi, te romanet, detyrimisht duhet të largohesh, përveç se gjatë pushimeve është pjesë e pandalshme e imja. Idioti Dostojevskit ka qenë një ndër librat që unë ja them gjithkujt dhe ja rekomandoj gjithkujt. Ka shumë tematik, është një përmbledhje shumë e sofistikume e autorit që ja rekomandoj çdo kujt në çdo kohë dhe në çdo moshë. Do të thonë aty e gjen veten në secilin e top të jetës tënde, në secilin e top të shtetit ku jemi dhe në çfarë etape jemi aktualisht. Do të thonë është një udhërofys dhe një libër shumë shumë i fortë. Unë e vlerësoj shumë. Pra, ti e cilëson Idiotin e Dostojevskit si një libër që ka përthen ndoshta të trija etapat e jetës tënde dhe që e ke gjetë veten atë. Po e kam gjetë dhe kam lexuar edhe 2 herë. Është një libër që për mua do të jetë aktualisht deri tani, se Një nga librat më të mirë, vazhdojmë po. edhe lexojmë gjithmonë për të pasuruar pakës edhe Mirë, Sarand, të ka shkuar në mendje ndonjëherë që të dalësh në të ardhmen me një libër autobiografik? Zakonisht shumica e doktorëve edhe e bëjnë këtë gjë, ndoshta në një moshë më të shtyr, por si qëndron Saranda në këtë perspektivë? Ke menduar ndonjëherë? E kam menduar edhe unë në një moshë më vonë që nëse do të ishte një libër përmbledhje jetës time, do të ishte dhuratë për vajzat e mia fillimisht, që ndoshta i kam munguar shpesh herë edhe në tryezat ku kanë ngrënë, sepse impenjimi i mjekut me të vërtet nuk krahasohet me të tjerët dhe ndoshta një kërkimfalje për momentet që unë i kam munguar atyre. Si do të quhej libri i Sarandës? Cili titull ndoshta përmbledh më së miri gjithë jetën tënde? Unë jam mirënjohëse ndaj dhuratave që më ka sjell jeta, Elvan, edhe do ta quaja dhuratat e mia. Wow. Po. Shumë interesante. Po. Një nga titujt më interesant që kam dëgjuar. Po, dhuratat e mia sepse unë kënaqem me ato që kam edhe shpenzoj kohë me ato dhe jetoj me ato. Jam mirënjohëse shumë me këto që më ka sjell jeta mua. Mirë, Sarand, sa je e lidhur me pjesën e artit, më konkretisht me muzikën dhe jo pashkas po ta bëj këtë pyetje. Sa dëgjon muzikë, Sarand? Dëgjoj shumë pak. Pse? Pse po lidhet profesionin sepse pikrisht ndoshta nga faji që ndi që unë nuk jam afruar me artin, vajzën e vogël e kam filluar në kursin e baletit. Brëm ka pas një shfaqje, e ka shfaq talentin e saj që më ka përfaqësuar edhe mua. Aq emocionuar isha dhe aq mirë ndihem që bile njëra nga vajzat po vazhdon një pjesë të artit, sa ide nuk e ke. Domethënë e plotësuar jam, ndoshta ajo po ma fal ndonjë një ndjenjë që të afrohem me artin përmes asaj, edhe një lidhje po e bëj tani. Shumë e bukur. Përndryshe, cila do të ishte një këngë që ne mund ta plotësojmë vetëm për ty sonte në valët e Radio Kosovës? Një këngë që mua më lën përshtypje, është Mariah Carey, e Christmas. Merry Christmas. Yes.
Mirë, me qenë se edhe jemi në prag të festave të fund vitit, kanë ngelur vetëm edhe krejt pak ditë deri në ardhjen e vitit të ri, është pikërisht kjo këngë që edhe i përshtatet kësaj sezone. Të dashur dëgjues që jeni duke na dëgjuar në valët Radio Kosovës, i rikthehemi muzikës dhe dëgjojmë bashkë Mariah Carey vetëm për dëshirën e yneshës ime personte, ndërkohë që ju mos u largoni nga valët tona, kemi edhe raundin e tretë dhe të fundit. Jemi shoqëruar kështu bashkë me Mariah Carey dhe këngën e saj Christmas, pikërisht jemi në sezon festive, kanë ngelur vetëm edhe pak ditë deri në ardhjen e vitit të ri. Unë shpresoj që jeni duke i shijuar këto ditë festive, sepse atmosfera është e tillë gjithandej jo vetëm në Prishtinë, por po besoj në secilin qytet të Kosovës, ndërkohë që ne jemi sonte bashkë me doktoreshën Saranda Gashi, e cila po bën hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva, dhe tani kemi ardhur tek raundi i tretë, dashura e gati. Po. Zgjidhni një kartë nga e kaluara. Një nga pyetjet më sfiduese. Si e sheh të kaluarën e saj në pak fjalë, Saranda? E kaluara e qetë, me turbulenca, por triumf. Triumfuese. Po. Në 3 fjalë e Me qetë. 3 fjalë, ka qenë Me fëmijëri e turbulenca. qetë sepse jemi marrë me mësime, me turbulenca e kujtoj gjithmonë kohën e problemeve me regjimin serb, por triumfuese sepse kishim suksese shumë me shkollën. Dhe na shkonte shkolla shumë mirë. Edhe kjo ka qenë satisfaksion i prindërve të mi, të cilët kanë bërë gjithçka që të jemi ne këtu. Jemi mirë, të stabilizuar, 6 fëmijë, domethënë dhe ata kënaqen me neve, me të arriturat tona. Na mungon shumë babi që nuk është në mesin ton, por se edhe ai ka arritur disa të arriturat tona, kështu që me këto 3 fjalë e kisha përshkruar fëmijërinë time. Shumë e bukur, shumë e thellë dhe shumë e veçantë në thelb. Gjithsesi ta përshkruash si të qetë me turbulenca dhe triumfuese. Është një nga pyetjet më të bukura të këtij emisioni tek perspektiva e së ardhmes, nuk e di nëse do të bie. Gjithsesi unë do ta bëj tani. Nëse do të kishe mundësi ti shkruaje një letër babait, cili do të ishte mesazhi më i rëndësishëm brenda saj? Se po e përmend gjatë gjithë kohës, po vrehet edhe mungesa që e ka lënë tek ty. Dhe po të kishe mundësi t'ja dërgoje sot një letër, cili do të ishte mesazhi më i rëndësishëm brenda saj? Babai përjetoi shumë nga regjimi serb dhe e vetmja dëshirë e tij ishte që të na shifte neve mirë, dhe thjesht ai na pa mirë në parim, por që një porosi që do t'ja leja tani nga kjo botë, është që ne jemi mirë dhe mirupafshim. Nuk ka ndonjë breng që mund t'ja shfaq dhe t'ja bëjmë dije që kështu ka rrjedh pasi ike ti ose diçka të tillë të ngjajshme, por se ne jemi mirë. Domethënë, Po më pëlqen kjo, ne jemi mirë dhe mirupafshim, në kuptimin e asaj se beson se një ditë do të takoheni sërish. shiko, kjo jeta pas vdekjes e ka ndoshta edhe prizreni edhe jeta në familje na ka mundësuar që të kemi edhe informata edhe për botën fetare, edhe kjo na lën më të qetë neve të mendojmë për një jetë tjetër pas vdekjes. Kështu që kjo ka qenë edhe që e potencova që ne jemi mirë dhe mirupafshim sepse edhe do takohemi. Shumë e bukur. Çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjidhë një kartë. Zhvlerësimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin krijohet një opinion tepër negativ për veten, të tjerët ose rrethanat. Siç është besimi, gota është gjithmonë gjysmëbosh. Kur dhe si e përjetoni zhvlerësimin si mekanizëm mbrojtës? Jepë një shembull. Për ta thjeshtësuar, të ka ndodhur ndonjëherë ta përjetosh zhvlerësimin si mekanizëm mbrojtës nga dikush tjetër? Je zhvlerësuar në jetë? Ndonjë rast të madh dhe që më kujtohet tani nuk kemi, por se ndoshta paraqitja ime, ndoshta afërsia ime, ndoshta aftësia ime për ta paraqitur veten ka ndikuar që të jem vlerësuar gjithmonë nga palët, nga pacientët, që është pjesa ime më e vlefshme,
nga drejtoria aty ku punoj, domethënë thjesht jam ndjerë e vlerësuar dhe posaçërisht në familje. Domethënë në familje vlerësohem ashtu si jam, ndoshta edhe më shumë. Sepse pikërisht nga vlerësimi i Elvan vijnë edhe të tjerat me radhë, zinxhir, është respekti dhe një bashkëbisedim që mund ta bësh nëse vlerësimi nuk është në nivelin e duhur, unë supozoj që edhe respekti dhe gjithë rrjedha e bisedës dhe e bindjes Nuk do të jetë në nivelin e duhur. Po, e qartë. Pikërisht që po vlerësimi është një ndër pikat më të rëndësishme që duhet ta bëjnë dhe e kanë një pikë shumë të rëndësishme dy njerëz kur bisedojnë. Kjo është shumë e vërtet dhe natyrisht ne i gëzohemi faktit kur njerëzit kanë më shumë vlerësime se sa është vlerësime në jetën e tyre. Në fund të ditës do duhet secili të vepron tek kështu. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, cili është hapi i parë që do të ndërmerrni për të arritur këtë qëllim. Cili është qëllimi yt për cilin ti do të punosh? Ta themi tani me që jemi në hyrje të vitit 2026, dhe cili është hapi i parë që ti do të ndërmarrësh për të arritur këtë qëllim. Qëllimet e mia ndoshta në jetë me atë që unë përcaktoj dhe e quaj qëllim, janë më gjithëpërfshirëse ndoshta edhe shumë të mëdha jetësore, ndërsa qëllimet e tjera që i them të realizohen brenda vitit, ndoshta janë më të vogla, por që kërkojnë impenjimin e përditshëm ton. Qëllimi im është që zhvillimi i vajzave të mia të jetë kontributi im që do ta bëj gjatë gjithë vitit. Domethënë të lë një Gjurmë të mirë gjurmë tek të to? mirë të ato dhe një pasqyrë dhe një figurë të mirë të ato gjatë gjithë zhvillimit. Ndërkohë që gjatë vitit 2026 do të jetë impenjimi im maksimal në fushën time si mjeke, të jem ajo që do të zgjidh problemet e pacientëve të mi dhe gjithmonë të jem zëri i tyre i shpresës. Sidomos kjo porosia e fundit jashtëzakonisht e bukur dhe me vlerë, zëri i tyre i shpresës, sepse më besoni, duke qenë vetë paciente ndër vite, është e vërtet që ju jeni zëri i shpresës për secilin prej nesh. Kështu që do doja shumë që këtë lloj mendësie ta ketë secili doktor dhe doktoresh që vepron në Kosovë, qoftë në spektrin privat, qoftë në atë shtetëror. E dashur, faleminderit shumë për kohën tënde, kaq ishte minutazha hapjes së kartave të jetës tënde në 3 perspektiva. Tani që jemi fare në fund, tregom si po ndihesh. Elvana, unë të shmoj ty shumë dhe faleminderit shumë për këto minuta. Ishte një intervistë dhe një ndajë e mirë që bëm bashk. Më duk që nuk jena para kamerave dhe para mikrofonit, edhe këtë ma bëre ti. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, e qenë se jemi safiri i fundit i vitit 2025, do doja një urim të ndin shumë të veçantë për të gjithë shikuesit dhe dëgjuesit e emisionit Hynesha. I uroj të gjithëve mirëqenie, stabilitet shëndetësor dhe respekt ndaj njëri tjetrit. Faleminderit shumë, ne të urojmë gëzuar vitin e ri, shumë shëndet dhe gjitha të mirat për vitin që po vjen. Faleminderit shumë Elvana. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu një bashkëbisedim shumë të këndshëm me doktoreshën Saranda Gashi, e cila bëri hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva dhe në të njëjtën kohë mbylli sezonën e vitit 2025 për emisionin Hynesha. Duke ju falenderuar të gjithëve që na keni qëndruar pranë në gjithë këto javë sa kemi qëndruar bashk gjatë vitit 2025, unë ju uroj gëzuar dhe paqe gjitha të mirat në vitin 2026. Bashk mirupafshi.